Përshëndetje dhe mirë se vini në puntatën e radhës së podcastit Përshtjellim këtu në Newsmax Albania. Sot kam kënaqësinë kem në studio zotin Nikola Kedhi, së fundmi i sapo zgjedhur në kryetari i Partisë Demokratike. Urime mirë se vini. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Ju jeni politikan i ri në moshë plas, por natyrisht të themi shkallët e karrierës politike të paktën në Shqipëri keni bërë brenda një kohe të shkurtër. Ishit po zgapoj dhe kandidat për deputet në listën e Vlorës. Kandidat në primare. Në primare. Nuk ishit në listën përfundimtare të themi të. Por në fushat u angazhova me pjesën e shtabit të Partisë Demokratike, shtabit qendror, duke lëvizur nëpër Shqipërinë në vende të ndryshme në ndihmë të kandidatëve bashkë me një koleg, unë drejtuesi në aso kohë të departamentit Brengejn, nisëm një tur nëpër Shqipëri, gjithashtu në ndihmë të kandidatëve që kërkonin ndihmë. Ndaj u munduam të jepnim të dy kontributin ton me aq sa mundeshim me zotin Shkëlqim Lepenica, bëm një tur me të përndjekurit politik gjithashtu në kohë fushate. Ndaj u munduam po me gjithë kolegët e mi të jepnim kontributin së bashku me aq sa mundeshim. Duke qenë se jeni duke qenë se u bën zgjedhjet në Partinë Demokratike dhe ju rezultuan ndërfituesit, më zuri syri që kishte shumë të rinj që keni qenë pjesë e një grupi të themi bashkëdarit i Den Andi Mustafa, që u zgjodhi sekretar për burimimet njerëzore, ndërkohë miku dhe kolegu juaj Tedi Kopliku gjithashtu drejton një nga departamentet të Brengejnit në Partinë Demokratike. Pra jeni një grup të rinjsh, jo vetëm në moshë, por edhe në ide besoj, të cilët si një farë mënyrë u shpërblyen nga vota e Këshillit Kombëtar. Është ky një lajm i mirë për Partinë Demokratike, është ky rinovimi apo ripërtëritja e premtuar apo nuk ishte domethënë ndonjë skeptik jashtë Partisë Demokratike mund ta shohë jo mjaftueshëm, pra duke qenë se një pjesë tjetër u rikonfirmua për të disa të ne, thrastu zoti më falni, Noka apo të tjerë. Kur kuvendi i para një muaji e pak shpalli ripërtëritjen si temën e vet, si moton e vet, pati shumë skeptik. Jo vetëm jashtë Partisë Demokratike, por jam i bindur dhe të tjerë brenda Partisë Demokratike. Unë isha i bindur aso kohë dhe jam edhe më i bindur tani që ripërtëritja nuk është vetëm një slogan. Është domosdoshmëri. Është përpjekja e Partisë Demokratike për të qenë në një linjë me pjesën tjetër të shoqërisë shqiptare. Dhe kjo natyrisht është e domosdoshme në kushtet e një regjimi në cilin ne ndodhemi sot. Unë e kuptoj dhe jam munduar ta them dhe sidomos javët e fundit, unë e kuptoj që ka ende shumë njerëz që janë skeptik me Partinë Demokratike. Ndoshta është e kuptueshme deri diku, patjetër që Partia Demokratike ndoshta nuk ka bërë të gjithë hapat ose veprimet që një pjesë e shoqërisë shqiptare prisnin në vite flas, po unë mendoj që Partia Demokratike ngelet një ndër mekanizmat kryesor për të garantuar rotacionin politik në Shqipëri. Dhe Partia Demokratike e kupton këtë, është e vetëdijshme, është e ndërgjegjshme për këtë gjë. Dhe është e ndërgjegjshme që do duhet të bëj gjithçka mundet, përfshi këtë procesin e ripërtëritjes, përfshi shumë elemente të tjera, outreachin, pra zgjatjen e dorës tek segmente të ndryshme të shoqërisë, në mënyrë që të krijohet ky front i përbashkët për t'i bërë ballë kësaj të keqe dhe për ta detyruar të takohet. Dhe unë dua ta garantoj çdo qytetar që është skeptik që t'i japi një shans Partisë Demokratike, të rinjve në Partinë Demokratike, këtij procesi të ripërtëritjes dhe të hapjes në Partinë Demokratike, dhe t'i japi benefitin e dyshimit çdo kujt në Partinë Demokratike, sepse nuk mund të bëhet pa demokratët ndryshimi, është i pamundur edhe matematikisht po themi. Jo dakord, po duke u referuar pak historisë së viteve të fundit, Partia Demokratike kishte një program ambicioz në 2021-shin, kishte një program ndoshta akoma më të mirë kopsitur në 2025-ën, por në të dyja rastet zoti Rama e Partisë Socialiste fitua mandatin e tyre respektiv të 3 dhe të 4. Çfarë çdoi, domethënë përtej asaj që kemi dëgjuar, jo manipulim votash, jo treni bullgar, gjitha këto i dim, po çfarë e pengoj Partinë Demokratike të prodhonte rotacion politik si Maxhari në Hungari apo si në së fundi në rastin e Bullgarisë e tjerë me radhë. Shoj që zoti Rama fitoi fal programit të tij, domethënë. Nga diçka fitoi zoti Rama, mund të ketë fituar fal karizmës së tij. Jo, përgjigjen e pyetjes suaj e ka dhënë eurodeputeti Michael Galler, i cili erdhi dhe vëzhgoi zgjedhjet, ishte pjesë e grupimit
të vëzhgimit të zgjedhjeve në 2025-ën, i cili pasi pa këtu se çfarë ndodhte, shkoi në Parlamentin Evropian dhe ka thënë tekstualisht: krimi organizuar pengon rotacionin politik në Shqipëri. Dhe më pas, në mos gaboj, në fillim të këtij viti, në një seancë sërish në Parlamentin Evropian, zoti Galer ka thënë me vëzhgimet tona, me misionet faktmbledhëse që kanë ardhur në Shqipëri, qoftë nga Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian, qoftë nga Partitë Popullore Evropiane, ne vërem se korrupsioni, krimi organizuar janë ngrit në nivel sistemik, pra nuk janë elemente të shkëputura, të cilat shteti i lufton, por është ngrit në nivel sistemik dhe shteti është bërë pal me këto grupe kriminale, me kartelet e drogës dhe me këta që pendojnë rotacionin politik. Programi OSBE-u deri të gjithë kemi lexuar, kemi parë të përmbledhjen, është i balancuar. Pra aty janë këto elementë që ju thoni, ka dhe elementë tjerë të cilët flasin. Unë nuk mendoj se thash një gjë që është e pavërtetë. Jo, dakor, po janë ju e dini shumë se janë raportet OSBE-u. Jo, unë nuk po flas për raportin në këtë pikë, po flas për deklaratën e zotit. Jo, po flas për misionet faktmbledhëse që kanë ardhur nga Parlamenti Evropian, por këto nuk ndryshojnë realitetin faktik në terren, këtë dua të them. Raporte të tilla kemi 30 vjet që Jo, nuk mund ta relativizojmë. Shikoni, unë mendoj në Shqipëri përgjithsisht unë jam me bindjen që e keqja është banale. Nuk besoj që zoti Rama i la për mandatin e 4 gjithë zullumet e proceseve zgjedhore. Mendoj që po të njëjtat kanë qenë në 2021-2017. E diskutojmë këtë gjë. Unë mendoj që e keqja është banale. Përgjithsisht, i qëndroj kësaj bindje. Po është një gjë dhe më e keqja ajo që ndodh në Shqipëri në përgjithësi, që është relativizimi të keqjes. Përballë nesh kemi një të keqe që është kjo qeverisje autokratike dhe ne nuk mund ta relativizojmë një deklaratë të rëndë, mendoj unë, është një deklaratë shumë e rëndë të thuash që në një vend të caktuar krimi organizuar pengon rotacionin politik. Dhe ne jemi mësuar me të keqen. Këtu e kemi normalizuar atë. Dhe i themi fjalit pa peshën e dur që ato kanë, ose pa qenë të ndërgjegjshëm për peshën e dur të këtyre fjalive. Nëse ne themi që na mban peng krimi organizuar, kjo është për të venduar në kokë. Zoti Kelly tani se duhet bëj. Po e marrim të mirëqenë që fjalia shumë domethënëse, shumë dramatike është në Parlamentin Evropian, gjitha këto nuk i heqin asnjë presje. Nuk është e rëndë se është në Parlamentin Evropian, është e rëndë sepse ndikon jetën e qytetarit shqiptar. Absolutisht që ndikon. Dhe sot çdo njeri jeton në një shoqëri të kriminalizuar. Ju, unë, qytetarët që na ndjekin. Megjithatë qytetarët kanë një nerv, kanë një puls dhe kanë një forcë reagimi. Dhe qytetarët shqiptar treguan që nuk ishin ndryshe nga qytetarët serb, qytetarët grek, qytetarët hungarez, bullgar, emirat. Pra qytetarët kanë 2 muaj në shesh, apo jo. Dhe janë çuar pikërisht për shkak të padrejtisë ata e perceptojnë. Aty mund të ketë njerëz që kanë një problem pronësie, aty mund të ketë njerëz që kanë një problem sepse kanë një gjithë familjarët në emigrim, mund të jenë njerëz që nuk përballojnë dot koston ekonomike, mund të jenë njerëz që kanë një problem strehimi. Pra njerëz me lloj-lloj problemesh. Opozita, aq më tepër partia kryesore e opozitës në çdo vend shërben si një katalizator i pakënaqësisë shoqërore për të bindur dhe për të prodhuar rotacion politik. Dhe fjala bie në sisteme të tjera, zoti Vučić në Serbi, zoti Orban në Hungari e tjerë, pa ju futur pjesës ideologjike, po vetëm duke parë, do të thënë, mbi pushtetin që ata kishin në momentin që i ishin apo janë në pushtet, gjithsesi kanë prodhuar një antikorp, i cili brenda një kohe të shkurtër arriti të përdorte pushtetin e tyre kundër tyre. Pra flasim në Serbi, një parti e krijuar nga studentët sot ka 31%, 31.5% në bazë të sondazheve që janë, pavarësisht se partia e Vučićit është në krye me sondazhe. Rasti i Maxhiarit që është brenda të njëjtit kamp ideologjik me zotin Orban, prodhoi brenda një sistemi të ndërtuar nga zoti Orban që mundte me rregullat e tij të lojës. Rasti i Bullgarisë, që akoma më do të thënë se është një parti e krijuar për 3 muaj e cila arriti të fitonte zgjedhjet. Ne kemi raste të tilla me Macronin më herët apo me Sirizën apo me 5 Stelle në Itali. Pra çfarë vengon Partia Demokratike që përtej gjithë kriminalizimit që ka bërë zoti Rama në mandatin e 4, siç po thoni ju se të 4-tin, të 3-tin, gjithashtu. Po ka fituar dhe në të 3-tin dhe në 2-tin. Quhet fitore nëse ti përdor krimin organizuar. Çfarë vengon Partia Demokratike të arrëzoj këto barriera dhe të arrit të fitojë. Qoftë nëpërmjet legjitimimit ndërkombëtar, po mbi gjitha mbi votën e brendshme. Krahasimi mendoj unë nuk qëndron me këto vende. Sepse ne bijem në këtë kur dhe unë e vëre në përgjithësi në diskursin publik në Shqipëri. Ne themi, është e vërtet që krimi organizuar pengon rotacionin, pra këtu nuk ka zgjedhje të lira të ndeshme, raporti OSBE-s së fundmi, që unë sërish nuk bie dakord që është i njëjti raport më përpara. Unë jam një nga njerëzit mendoj më kritik me raportet ndërkombëtare, se nuk më pëlqen gjuha e ndrujt që përdorin ata. Sidomos OSBE apo edhe institucionet të tjera, unë jam përgjithsisht politikisht jo korrekt. Dhe më pëlqen kjo rryma e të qenurit politikisht jo korrekt.
Por, ky raport JSB Odirit është më i rëndi që ka pas ndonjëherë Shqipëria në 36 vite. Është më i rënd dhe se raporti për Serbin, që ishte mjaft i rënd dhe ai. Për më thuhet në raportin për Shqipërinë që, dhe sërish po citoj, është mjegulluar vjendarse mes partisë dhe shtetit. Kjo gjë ndodhte para vitit 1990 në diktaturën e Enver Hoxhës dhe të Ramiz Alis. Nuk ndodh në vende demokratike që të mjegullohet vjendarse mes partisë në pushtet dhe shtetit. Nuk ndodh në vendet që ju përmendët që Serbia është njëjta gjë. në vendet e Bashkimit Evropian, në vendet e kontinentit evropian. Heqim këtu Rusin apo Bielorusin e Lukashenkos apo Vučićin që është një autokrat njësoj si kryeministri shqiptar, në vendet e tjera nuk ndodh që të jetë shteti përballë disa partive ose disa koalicioneve. Sepse sado ti të kesh programin më të mirë, njerëzit më të mirë, sërish shteti ka monopolin e dhunës, ka monopolin e informacionit. Po si do ta mundi zotin Rama në zgjedhjet lokale të vitit që vjen? Do vi aty. Ai do vazhdoj të ketë Jo, pa diskutim. Do vi aty, po thjesht për të qartësuar këtë. Në Hungari që ju përmendët, unë nuk bëj dakord me këtë perceptim që thuhet në Shqipëri që zoti Orban ishte ky autokrati i madh që tenamin atje. Në Hungari, e para zoti Magyar kishte mbështetjen e Bashkimit Evropian, establishmentit liberal sorosian, dhe unë kam qenë vëzhgues në zgjedhjet e fundit, dhe aty janë derdhur miliona e miliona euro te OJF që mbështesnin zotit Magyar, po kjo është gjë tjetër. Është partia qendrës djathtë apo jo? Magyar dhe vina jeti kamp ideologjik me zotin Orban, po ka qenë antar i partisë së tij. Patjetër, unë nuk thash që ai ishte i majt. Përse fitoi e majta. Nuk thash që ishte i majt. Thash ai pati mbështetjen e establishmentit të majt liberal që kishin synim të largonin Orbanin nga pushteti. Dhe kjo është thjesht pjesë e PPS, ku jeni dhe ju. Vetëm ndërkohë që zoti Orban është një pjesë e një koalicioni shumë dakord. Nuk thash asgjë nga këto. Kritikoni partinë si motor, duke mbrojtur një parti e cila është pjesë e një koalicioni tjetër. Zoti Orban ka qenë pjesë e Partive Popullore Europiane. Ne jemi parti si motor me partinë e zotit Orban, tek IDU-ja, tek CDI-ja, tek Internacionalja Centriste e Qendrës Djathtë, e tjerë, po ky është diskutim tjetër. Po them, e para, zoti Magyar kishte këtë ndihmë të madhe nga ky establishment liberal. E dyta, zoti Orban nuk përdori krimin e organizuar që të mbante peng rotacionin politik, që ta pengonte rotacionin politik. Patjetër që fakti që kishte 16 vite në pushtet i jepte një avantazh të konsideruar. Fakti që kishte bërë ai reformat konstitucionale, kushtetuese apo reformat zgjedhore atje, i jepte një avantazh të caktuar. Dhe këtë avantazh e te i kaloi zoti Magyar me gjithë ndihmën që mori. Por nuk kishte krimin e organizuar, nuk kishte kartelet e drogës, nuk kishte miliarda e miliarda euro që të shkonin dhe të pastroheshin në sektorin e real estate dhe pasurive të patundshme të ndërtimit atje. Nuk kishte bujqësi në recesion për 6 vite siç e kemi neve këtu. Nuk kishte një shpopullim të frikshëm që të largoheshin 45% e hungarezëve. Po këto gjëra po vazhdojnë sot i kemi, pra këto nuk është se janë frenuar këto fenomene dhe ne kur diskutojmë për Shqipërinë hyrin në një diskurs fatalist pastaj. Jo, absolutisht. Me këto kushte bi zoti Rama, absolutisht jo. Unë do vi tek zgjidhja dhe se si zgjidhet, por të bijem dakord dhe t'u themi qytetarëve shqiptar që ne nuk mund ta krahasojmë Shqipërinë as me Italinë, as me Hungarinë, as me Greqinë, as me Maqedoninë e Veriut, as me Kosovën, sepse Shqipëria është një vend sipas Videmit, po unë sërish marr për bazë realitetin që shikoj i këtu dhe nuk marr për bazë shumë se çfarë thon të huajt për të më mbushur mendjen, se qytetarët shqiptarë ndjejnë vet. Po nëse marrim për bazë dhe rankimet ndërkombëtare, Shqipëria sot është një autokraci elektorale. Pra, lejon që të bëhen zgjedhje formale, por është një autokraci, është një njerëz që kontrollon gjithçka. Dhe sot kryeministri Rama ka më shumë pushtet se ç'kishte Ramiz Alia në vitin 1990, sipas disa studimeve që bëhen dhe nga të huajt. Ndaj kjo është situata dhe ne nuk mund të themi që këtu nuk bën zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe më pas në paragrafin e dytë të shtjellimit ta krahasojmë me vende ku bën zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo vi këtë pyetje. Një vit para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, për të disatën herë, zoti Blybashi dhe zoti Gjeknuri ulën në tavolinë dhe ranë dakord për modifikimin e kodit zgjedhor. Pra ju në fund ditës, për sa i përket pak të një për elemente që është kodi zgjedhor, apo ndryshimet që kanë të bëjnë në lidhje me zgjedhjet, keni një dakordsi bipartizane. Tani keni dhe një reformë territoriale administrative që është një diskutim me sipër
mes dy forcave, ka dy bashkëkryetarë, zoti Mboçi dhe zoti Mazniku. Pra, ju nuk mund të flisni si një parti periferike, ju jeni partia, domethënë një nga dy partitë kryesore dhe i bëni reformat bashkë. Madje partitë e vogla nuk është më ashtu. Në qoftë se kujtojmë kur është bërë ajo, kur janë bërë këto ndryshime në kodin zgjedhor në 2024, në verën e 2024 të mos gaboj, ato kanë qenë reflektime ose ulje në tryez për të reflektuar vendimet e gjykatës kushtetuese dhe jo një reformë e mirëfillt zgjedhore, sepse nuk mund të bëjmë një reformë të mirëfillt zgjedhore pa trajtuar të gjithë elementet. Ju insistuat të hiqni hersin e Damianit, po prapë të linit listat mbyllura në mas 80%. Pra ishte kërkesa e Partisë Demokratike, paktën kështu doli publikisht, ndërkohë që listat e hapura është kërkesa e shumicës partive që janë në koalicion me juve. Dhe ne kemi pranuar sot që flasim, kemi pranuar kërkesën e partive të vogla për hir të bashkimit me një front sa më të madh opozitar. Kemi pranuar ofertën për listat të hapura proporcional kontakt. Kjo është reflektim Partisë Demokratike, themi. Unë kur them që Partia Demokratike është e gatshme të bëj gjithçka për të krijuar një front, për të detyruar qeverinë të largohet, të krijohet qeveri teknike, të shkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe të mundsojmë rotacionin politik, ne nuk e kemi slogan, nuk e kemi retorik politike. Unë e besoj vërtet. Pse nuk po realizohet ky front? Pse ka për t'ju dhënë përgjigje kësaj pyetje dhe shqetësimit që ngritet që diskursi im ishte fatalist ose po shkonte në njërin fataliste. Në autokraci nuk mjafton vetëm një grupim shoqëror, një grupim politik ose çfarëdo forme që të ketë, që të bëjë ndryshimin. Është e pamundur. Nuk mundet një segment i shoqërisë. Për shumë kohë, ne do duhet ta themi se jetojmë në këtë vend, Partia Demokratike është detyruar që të bëjë shumë më shumë se ç'bën zakonisht një parti politike, për shkak të rrethanave që janë këtu. Edhe pse ka qenë e agresuar Partia Demokratike, sidomos në 5 vitet e fundit, sidomos pas 2021-shit, Partia Demokratike ka kaluar në një kalbar jashtëzakonisht shumë të rëndë. U tentua ta zgjesoj Partia Demokratike, duke i marrë logon, vulën, duke i shpallur në ngrata me lobim korruptiv që tashmë u hoq liderin historik, duke tentuar ta fusin, ta arrestojnë, e futën në arrest shtëpie pa akuzë, një çmenduri. Dhe gjitha format e ndryshme me cilat u përpoqën dhe nuk ja dolën sepse demokratët qëndruan, treguan që janë një forcë e madhe, e qëndrueshme, ashtu siç rezistuan antikomunistët në 45 vitet e komunizmit, e një regjimi gjakatar, ashtu rezistuan dhe demokratët dhe ja dolën ta mbajnë partinë dhe të shpëtojnë dhe pluralizmin politik në Shqipëri. Dhe këtë merit duhet t'u njohim. Kanë ngritur zërin për shumë gjëra të cilat dhe sot diskutohen në shesh, po kanë folur demokratët për 13 vite. Janë arrestuar, kanë ngrënë gazin, dhunën policore, e gjitha me radhë. Protesta të tilla nuk kanë nxjerrë të demokratët në shesh, në këto shkallë masiviteti. Pra, unë nuk bie dakord sepse ka pas protesta jashtëzakonisht shumë masive të Partisë Demokratike. Kujtoj protestën e 7 korriku 2022 kur ka dalë Tirana në shesh. Dakor, po kjo është protestë 2 muajshe. Domethënë pra kanë dalë çdo ditë, nuk është një protestë e një dite. Unë jam shumë i lumtur me këtë protestë, nuk kam asnjë problem. Pra roli si lokomotiv e pakënaqësisë. Partia Demokratike ka bërë punën e saj dhe ka bërë shumë më tepër, ka bërë dhe rolin e shoqërisë civile në kushtet kur shoqëria civile nuk ka, ose një pjesë e madhe është e kapur ose financohet nga segmentet e shoqërisë së hapur. Ka bërë punën e medjave në një kohë kur mediat janë të kapura në pjesën më të madhe të tyre. Ka bërë punën e prokurorisë me hetime, duke u açuar atyre të SPAK-ut, prokurorëve të SPAK-ut gati, gjithë hetimet, me denoncimet që ka bërë dhe kallëzimet që ka bërë Partia Demokratike, ka bërë punën e partisë politike duke dhënë ofertën e vet, alternativën e vet, pra ka bërë shumë më shumë se një parti politike. Por kjo nuk mjafton në kushtet ku ne jemi. Sepse nuk mund ta bëj vetëm një segment shoqëror. Unë kam thënë gjithmonë që ka vetëm një mënyrë se si regjime të tilla si ai shqiptar mund të smbrapsen dhe të munden. Cila është? Duke bërë bashk të gjithë segmentet e shoqërisë që janë ende të lira. Si bëjmë bashk? Kjo është. Në shesh janë ngritur segmente të ndryshme. Dhe kjo që ne kemi kërkuar, kjo në kapital politik për Partinë Demokratike. Kjo është faza tjetër. Në këtë fazë që ne jemi, se ne sot nuk jemi se sërish, unë e dëgjoj shpeshherë në diskutime dhe habitem, sepse ne diskutojmë sikur të gjitha ndodhin njerësh në këtë moment. Dhe ne duam tani dhe ofertën e PD-s për zgjedhjet dhe kandidatët kush janë dhe si bëhen bashkë në koalicione. Për një vit janë më pak se një vit janë zgjedhjet lokale. Dhe si të bëjmë fushatën sikur zgjedhjet janë nesër. Ndërkohë, ne këtë regjim do duhet e para të analizojmë siç na analizon ai regjim ne,
Së dyti, ajo që po ndodh sot në Shesh, dhe Partia Demokratike e ka bërë këtë kërkesë vazhdimisht. Unë personalisht e kam bindje që kjo gjë do duhet të ndodhte. Është një kusht pa të cilin ne nuk mund të ecim përpara. Dhe kam bërë thirrje vazhdimisht me aq sa ka mundur që qytetarët shqiptarë do duhet të ngrihen për veten e tyre në radhë të parë, për familjet e tyre, për të ndërtuar të ardhmen e tyre në vendin e tyre. Dhe kjo gjë sot po ndodh për 1000 arsye. Aty ka Pjesë vërtetës në Shesh dominojnë edhe thirrjet kundër jush sa kundër Ramës. Nuk do thoja dominojnë. Jo dominojnë, po është një segment i në Shesh ka grupime të ndryshme, sepse janë ngritur segmente të ndryshme të shoqërisë, të cilët kanë problemet e tyre, secili grupim ka synimet e veta, objektivat e veta, shqetësimet e veta, dhe nuk mund t'ia ndaloj askujt që të dalin në Shesh të protestojë. Ndaj, ky është një hap i parë pozitiv përpara. Që ne në Shesh, në bulevard, kemi grupime të ndryshme që nuk bien dakord për shumë gjëra, për pjesën më të madhe të gjërave. Unë nuk bie dakord për shembull me marksistët që janë në Shesh, me progresistët që janë në Shesh, sepse janë komplet në anën e kundërt. Por ama kanë të drejtën e tyre dhe bëjnë shumë mirë që ngrihen. Por që Sheshi për prodhoj rotacion politik duhet pastaj leadershipi politik jemi në tresë nga partia. Ne jemi në pikën që ne do duhet të rrisim presionin e brendshëm në maksimum. Presioni i brendshëm rritet në maksimum duke lënë më njanë dallimet që ne kemi me njëri tjetrin. Unë e thash dhe e ripërsëris, ne kemi jashtëzakonisht shumë dallime me njëri tjetrin. Po ky momenti tani është që t'i lëm pas këto dallime që ne kemi dhe të fokusohemi tek ajo që na përbashkon, kush është emëruesi më i vogël i përbashkët që ne kemi. Është largimi i Ramës, i menjëhershëm, i panegociueshëm, i Ramës, i qeverisë shqiptare sot dhe krijimi një qeverie teknike. Ky është hapi i dytë. Regjimet largohen me këtë mënyrë në bindjen time të paktën, rritje e presionit të brendshëm, rritje e presionit të jashtëm. Në qoftë se ne rrisim presionin të jashtëm nuk kemi parë, ndaj zotit Rama dhe në qoftë se Rama refuzon të ikë. Nuk është tamam ashtu, por presioni i jashtëm që ka qenë, sidomos në vitin e fundit, ka ardhur në përshkallëzim. Po të shikojmë raportet ndërkombëtare, po të shikojmë retorikën e zyrtarëve europian, retorikën e zyrtarëve amerikan, për kartelet. Sa po përmbylli 3 kapitujt të integrimit, ka hapur gjithë kapitujt të integrimit ndaj një viti. Edhe Serbia i ka mbyllur. Marta Kostë shumë entuziaste në lëvdata ndaj zotit Rama. Edhe Serbia i ka mbyllur tani. Mbyllja e provizore e kapitullit për marrëdhëniet me jashtë. Vendi që do presin samitin e NATO-s vitin tjetër. Pra tani jo, nuk se ju Jo, që përmendet faktorët e jashtëm. Ju përmendni një sër elementësh që unë kam. Jo, elementet janë brenda një logjike. Janë brenda një logjike. Unë kam të domosdoshme që ne mos t'ua japim të mirëqenia qytetarëve, por t'u themi që nuk është tamam kështu. Tre kapitujt tu sapo mbyllën. Kapitujt janë hapur që po ti marri me radh, unë mund t'ua sqaroj se si është në këndvështrimin tim e vërteta. Këto kapituj i ka hap dhe Serbia, me thënë të drejtën, që është një vend autokrat. Fakti që Shqipëria i ka mbyllur. Fakti që Shqipëria ka mbyllur kapitullin për marrëdhëniet me jashtë, kur e dim të gjithë se si është pozicioni i Shqipërisë në marrëdhëniet me jashtë, nuk më duket në një arritje spektakolare e qeverisë shqiptare. Jo, ka 2007 të mbyll gjithë kapitujt. Çfarë të them? Ndoshta e ka parë në ndonjë filxhan kafeje dhe ndoshta i ka dalë që ne i mbyllim, po unë mendoj që ne kemi për bazë sot raportin e ndërmjetëm. I famshmi raporti i Barit, i benchmarkeve të ndërmjetëve, dhe vetëm atë mund të marrim për bazë. Tani, po ai miratua. Me shumë ai u miratua dhe teksti i miratuar është shumë i ndryshëm nga teksti fillestar. Unë kur e kam lexuar, me thënë të drejtën herën e parë, kam menduar mos e kemi shkruar ne këtë raportin e Ibarit, sepse aty janë të gjitha shqetësimet e Partisë Demokratike, e opozitës shqiptare, dhe janë të gjitha shqetësimet e qytetarëve shqiptar në radhë të parë, që është më e rëndësishmja dhe që më shqetëson mua, domethënë dhe si qytetar shqiptar që dua të jetoj në këtë vend. Ju thatë që u ndryshua, pra në favorin e Ramës apo jo? Jo, u ndryshua jo në favorin e Ramës, në favorin e shqiptarëve. Okay. Dhe doli e vërteta siç është, qoftë me çështjen e imunitetit, me mos respektimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese, patronazhistët, PPP, tenderat, prokurimet publike, të gjithë shqetësimet që janë ngritur. Po të shikojmë rezolutën që ka kaluar në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian. Po të shikojmë më pas raportin për Shqipërinë të Parlamentit Evropian. Janë të gjitha këto shqetësimet që ne kemi ngritur gjatë gjithë këtyre viteve në raportin e Ibarit, dhe në qoftë se nuk adresohen këto shqetësime, nuk mund të mbyllen kapitujt. Zoti Rama ka thënë dhe së fundmi që Komisioni Evropian dhe jo Parlamenti Evropian apo rezolutat e ndryshme është ai që ndan shapin e sheqerit. Dhe Komisioni Evropian, shprehur nëpërmjet gjuhës zonjës Marta Kostë, e cila ka qenë mjaft vokale në të disa herë, e ka përgëzuar qeverinë shqiptare për progresin që ka arritur.
Pra kjo është fakt, në fakt që zoti Rama ka kumtuar të shqiptarët. Zoti Rama nuk shquhet për ndonjë njohuri shumë të madhe në këto fusha. Ka këshillta. Përveç matematikës edhe në këto fusha nuk është se dhe me çdo gjë që thotë nxjerr padijen e tij për edhe për këtë rast specifik, por edhe në fusha të tjera, sepse shapjen nga sheqeri e ndajnë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, jo burokratët e pasgjedhur të Brukselit. Dhe në qoftë se vendet anëtare të Bashkimit Evropian, 27 vende me parlamentet e tyre respektive, nuk binden që Shqipëria i plotson standardet, nuk mbyllen kapitujt. Dhe unë e them këtë me një keqardhje shumë të madhe, por unë mendoj që ne prioritet do duhet të kemi faktin që standardet do duhet të arrihen për qytetarët shqiptar. Këto nuk janë detyra shtëpie që neve na i thonë ne duhet i bëjmë nga halli sepse na i kërkojnë të tjerët. Nuk është ky integrimi evropian. Në këndvështrimin tim të paktën, në këndvështrimin e Partisë Demokratike të Demokratëve, po unë jam i bindur dhe të atyre qytetarëve që dalin në shesh çdo natë dhe të pjesës më të madhe të qytetarëve shqiptar. Ky proces i integrimit evropian do duhet në thelb të shërbej qytetarëve shqiptar. Do duhet i shërbej atij fermerit që e shikon bujqësinë në recesion që nga tremujori i fundit i 2020-s. Bujqësia në Shqipëri është në tkurje, është në zvogëlim. Dhe ata fermerët janë duke vuajtur sot. Dhe unë ngelem gojë hapur kur dëgjoj dhe në komisione parlamentare, në parlament apo gjetk përfaqësues të qeverisë që thonë bujqësia është duke shkëlqyer. Unë nuk e di në çfarë realiteti jetojnë këta zotëri. Do i themi dhe kësaj zoti Kedi, po për ta përmendur fakte politike jashtme, për ta marrë te presioni jashtë. Jo, minimisht me që kishim tek vetëm për ta përmbyllur vetëm për ta përmbyllur këtë të këtyre standardeve. Shqipëria do duhet të arrijë standardet dhe do duhet i plotësoj këto kriteret që na vendosin për qytetarët shqiptar, jo se na i kërkon dikush tjetër. Nëse ne nuk e shikojmë integrimin evropian në këtë këndvështrim, nuk jemi duke bërë gjë për shqiptarët. Mua më intereson çfarë standardi arrihet për ne, për sigurinë ushqimore për shembull. A e dini që vijnë produktet që nuk na i pranon Europa, kthehen prapë në treg, edhe pse i kapin me aflatoksina, me pesticide, me salmonel etj me radhë. Ne i ham ne të gjithë këto. Do i themi ose ajri që ne thithim, çështjet mjedisore. Pra, Shqipëria është shumë larg këtyre standardeve. Po për të ruajtur sensin koherent logjikës, do të thotë ne kishim te presioni apo te vektori ndërkombëtar, të gjithë këto elementë pas optikës time të paktën ose një pjesë të atyre që na ndjekin, është që është i pamjaftueshëm ose është në favor të zotit Rama. Pra diplomacia e personalizuar e zotit Rama, se ai është dhe ministri i jashtëm in chief, ka treguar bashkia, ai është këshillar bashkiak, ai është ka treguar ka rezultate efektive. Apo jo, pra është rasti rall unik që një person i kraut majt e ka mirë tani dhe për batut, do me thënë, e ka mirë dhe me Orbani, Melonin dhe Erdoganin, konservator, apo shpinë e bardhë nëpërmjet lidhjes Kushner, por e ka mirë në njëkohësisht edhe me Sanchezin e Spanjës, me cilin organizojnë internacionalin e tretë socialiste, edhe me Sorosin, edhe me të tjerë lider të majt. Pra, kjo është një sukses, si duhet t'ja japim, duhet t'ja njohim zotit Rama. Pra, mua më vjen mirë që ju më jepni shansin këtu që të tregojmë të tregojmë të vërtetën për disa mite që krijohen në Shqipëri. Fakti për shembull më ngacmoi fakti që thotë e ka mirë me shtëpinë e bardhë. Unë nuk e shikoj këtë. Ku e ka mirë me shtëpinë e bardhë? Projekti Zvërnecit është një projekt çfarë lidhje ka Zvërneci me shtëpinë e bardhë? Po të paktën zoti Rama në të gjithë deklaratat e tij publike ka bërë shumë të qartë lidhje. Jo, ku ka thënë shtëpi e bardhë që ne kemi lidhjen me Zvërnec. Zoti Rama mund të thotë shumë gjëra, zoti Rama vetëm me shtëpinë e bardhë, ai ka thënë me zotin Kushner dhe Ivanka Trump, që natyrisht është vajza dhe ëndri i presidentit amerikan. Po, dhe që ka kompaninë. Si e mendojmë shtëpinë e bardhë? E mendojmë si Bashkia e Tiranës apo si kryeministria në drejtimin e Ramës? Përpjekjet lobuese të zotit Rama nuk kanë munguar. Përpjekjet lobuese nuk kanë munguar pa diskutim. Po mua më duket se ka shpenzuar miliarda e miliarda dhe nuk ka arritur asgjë. Në Izraelin gjithashtu, ka lidhje të cilat tashmë edhe po trondissin edhe shtypin izraelit për shkak të. Mua më duket se ka harxuar miliarda e miliarda dhe nuk ka arritur gjë me shtëpinë e bardhë, sepse e para ne nuk kemi një urim për qeverinë shqiptare nga kjo administrat për fitoren në thonjza nga farsa që doli nga farsa zgjedhore për zotin Rama. Është ndoshta rasti vetëm. Unë i kam ndjekur urimet e sekretarit Rubio dhe janë urime të përzemërta drejtuar fituesve të zgjedhjeve në çdo zgjedhje të vendeve aleate. Por ne kemi dhe një vendim të Departamentit Amerikan të Shtetit që thotë ne nuk do urojmë ata që dalin si fitues nga zgjedhjet të kontestuara ose që nuk dalin nga zgjedhjet të lira dhe të ndershme. Pra nëse bëjmë këto dy elementë bashkë, kuptojmë pse nuk ka marrë një urim zoti Rama pas 2025-s.
Nga ana tjetër kemi një insistim të vazhdueshëm të ambasadës amerikane, të zonjës Van Horn, të dërguarës me punë, në çdo takim me përfaqësues qeveritar, edhe me ministrin e arsimit gjeti një mënyrë për të futur temën e karteleve të drogës. Tha duhet futur në kurrikulat arsimore kjo gjë. Ka një insistim të jashtëzakonshëm për luftë kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe karteleve, sepse është bërë një shqetësim për vendet anëtare të NATO-s, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe vendet e Bashkimit Evropian, problemi i karteleve të drogës që kalojnë në Shqipëri dhe më pas përhapen, shpërndahen në vendet e Bashkimit Evropian, në Mbretërinë e Bashkuar, në Amerikë Latine apo në brigjet e Amerikës Veriore. Është një shqetësim serioz dhe në raportet e partnerëve tanë shkruhet, është raporti i Departamentit të Shtetit, çdo që është interesuar mund të shkojë dhe ta lexojë, thuhet Shqipëria është kthyer në një korridor të sigurt të trafikimit të kokainës dhe të heroinës në vitet e fundit, gjë që nuk ka qenë problem më përpara. Më pas kemi problemet se ndoshta ndërkombëtarët e mbyllin një sy dhe te korrupsioni, edhe pse fakti që ne kemi rënë 11 vende në një vit në Transparency International nuk po i mbyllin më syt sepse përmendin në çdo raport, por te korrupsioni ndoshta ose te problemet e brendshme edhe mund të mbyllin syt. Te këto probleme që prekin partnerët tanë ata nuk i mbyllin syt, se prekin sigurinë e qytetarëve të tyre. Tek drogat e kartelet. Ju e dini fort mirë që amerikanët mund të përdorin një gjuhë akoma më direkte, të drejtë për drejtë, edhe më të fortë ai zoti Trump nëse do të dëshironi. E dyta. Fakti që të bëjnë e kanë përdorur. Po të shikojmë e kanë përdorur, po natyrisht kur është propaganda mediatike kaq e madhe këto edhe sfumohen. E para kjo e karteleve, e dyta problemi i Akshit. Mediat kanë raportuar që dhe informacione sensitive të NATO-s kanë rrjedhur dhe kanë dalë në shitje në tregun e zi apo në këto në iraniane thotë qeveria. Nuk kam dyshimet e mia janë sulme iraniane ajo, sepse nuk është provuar, po Akshi është një problem shumë i madh serioz, sepse Aksh në SPAK sot, për çështjen e Akshit nuk janë iranianët. Grupi strukturuar kriminal është tjetër kush aty. Çështja e portit të Durrësit, Porto Romanos, gjithashtu ku u fut një kompani e sanksionuar me lidhje me individë të sanksionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për lidhje me Rusinë. Ndaj janë probleme që cënojnë sigurinë kombëtare të Shqipërisë, sigurinë rajonale dhe sigurinë e NATO-s. Dhe është kaluar vija e kuqe, janë kaluar disa vija të kuqe në Shqipëri. Dhe ndërkombëtarët, partnerët tanë e kanë ndjerë këtë në sigurinë e tyre. Ka funksionuar diplomacia personale zotit Rama apo nuk ka funksionuar? Tashmë jo, më ka funksionuar për një kohë. Dhe dini pse është kjo që thoni ju që ka pas disa herë Macronin për një kohë të shkurtër, domethënë, personalisht në Elize. Për shembull. Zakonisht është ajo shpreha që qeni kur e ndjen shkon po nëse. Është shprehje tjetër, Zoti Macron është në ikje për vete dhe mund të ketë aprovimi në Francë më të ulët, ndoshta ja kalon presidenti Hollande për aprovimin më të ulët, po tjetër çështje ajo e zotit Macron vin nga e njëjta sferë të dy, domethënë. E ka takuar dhe zotin Merz për atë punë që është në nuk e ka takuar zotin Merz këto vitet e fundit. Jo, parapakosh ishte edhe fotografia e zyrtarit që zoti Rama me zotin Merz, domethënë ishte mos gaboj para më pak se një muaj. Është pritur në takim zyrtar kryeministri i Shqipërisë. Ishte takim zyrtar apo jo, ishin një takim të dy bashkë. Në korridor thua ti. Në korridor nuk e di, ndoshta arri dhe pret atje që ti takojnë. Ishte zyr, pastaj ishte në një samit. Në informacionet e mia di që nuk i është përgjigjur kancelari gjerman përpjekjeve të kryeministrit shqiptar për ta takuar. Dhe nuk ka se si ta presi. Ndaj mua as qytetarëve shqiptar, po as mua personalisht nuk më impresionon që e ka takuar Macroni që është një ikje për vete dhe ka drejtjet e veta. Po fakti që ndodh kjo që thatë ju, që zoti Rama e ka pas mirë me figura të rëndësishme europiane apo ndërkombëtare të krahut të djathtë, apo me figura të rëndësishme të krahut të majt, e ka shpjegimin tek një fakt. Politika e jashtme shqiptare në dekadën e fundit ka qenë një. Më lini të sundoj mbi shqiptarët dhe unë jam i gatshëm t'ju jap ç'të kërkoni. Dikujt i jep një kamp për refugjatët, dikujt i jep disa toka, dikujt i jep parqe fotovoltaike. Dhe kjo ka qenë politikë e jashtme. Nëse ka këtë politikë të jashtme, ata lider të shikojnë interesat e tyre, të vendeve të tyre, të elektoratit të tyre. Atje kanë shfrytzuar këtë dobësi, po kjo është dobësi e jona si Shqipëri dhe faktit që ne përfaqësohemi me një individ të tillë që ka vënë Shqipërinë në shitje për sa kohë që ata mbyllin një sy dhe e lën të sundoj. Kjo gjë nuk po ndodh më. Këtë po përpiqesha të thosha, sidomos në muajt e fundit, sepse janë kaluar aq shumë vija të kuqe
dhe është bërë aq problem kryeministri shqiptar, qeveria shqiptare, qoftë me kartelet e drogës, qoftë me çështjet e sigurisë kombëtare rajonale apo të NATO-s, sa ata nuk mund të mbyllin më asnjë sy as të dy sy siç kanë bërë për shumë kohë. Asaj që e cekëm pak më parë, që çfarë të bëj për të mbyllur, nëse vazhdon ky presion i jashtëm në rritje, bashkuar me presionin e brendshëm në rritje, sepse njëri presion pastaj rrit dhe presionin tjetër dhe anasjelltas dhe hym në këtë rreth, është çdo qeveri bie, çdo autokraci bie. Por do duhet të ketë një qendres me protestuesit në shesh, që do duhet të vazhdojnë në mënyrë që të rritet presioni dhe tek partnerët tanë ndërkombëtar dhe të krijohet kjo sinergjia. Në qoftë se qeveria Rama, në qoftë se kjo ndodh, qeveria Rama largohet, futemi në një qeveri tranzitore, kujdestare, ta quajmë se dua, teknike, me njerëz që nuk bëjnë pjesë në parti politike, të cilët do kenë detyrën e vështirë, por të rëndësishme dhe të domosdoshme, të përgatitjes së zgjedhjeve të lira dhe të ndershme në këtë vend. Dhe më pas do arrijmë në atë pikë që thoni ju, që për të garantuar rotacionin politik, pasi të kemi në një farë mënyrë neutralizuar këtë problemin e krimit të organizuar që pengon rotacionin, aty do t'i takoj Partisë Demokratike që të ngrihet në lartësinë që i kërkojnë shqiptarët dhe të krijojë këtë frontin e gjerë fitues për të fituar zgjedhjet. Po ne nuk jemi akoma në këtë pikë, sepse që të jemi në këtë pikë do duhet të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme që në këtë vend nuk ka. Nikola, ju jeni shumë drejt të parashtroni mendimin tuaj, edhe individual dhe si forcë politike, është shumë koherent bazuar në ato fakte që ju përmendët. Por ka një narrativ tjetër, bazuar në fakte, po themi alternative, të cilat paraqiten nga rilindja 2.0, siç e ka quajtur zoti Rama së fundi, e cila në ato disa gjëra tjera, në ato që rruga drejt integrimit evropian është tashmë e shtruar dhe ne jemi në kilometrin e fundit për të përdorur. Më fal që ty ndërpres, unë zakonisht nuk ndërpres, po ky nuk është fakt. Ky është opinion. Jo, ky opinion, bazohet në këto fakte, pra që janë hapur gjithë kapitujt brenda një viti, pra ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, në faktin që sapo mbyllën 3 kapituj, në premtimin që është bërë edhe në praninë të zonjës Martakos, që kapitujt e tjerë janë rrugës drejt për mbylljes së tyre, disa prej tyre. Pasa këtu mund të bëjmë debat për shumë prokurorimet publike, zoti Rama thotë është nga kapitujt më të mirë, ndërkohë që Bashkimi Evropian thotë është nga kapitujt më problematik, si siguria ushqimore që u përmendet si 24, 25, 27 apo si do mbyllen këto për një vit. Por kjo është pastaj ajo që ka deklaruar zyrtarisht zoti Rama. Tjetra është fakti që samiti NATO-s, megjithse në samitin Ankarasë nuk morën një datë dhe një vend të caktuar, pra në komunikatën zyrtare, por pati të zotit Mark Rutte, që është sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i cili në një farë mënyrë mundua ta faktorizonte zotin Rama edhe me prezencën e zotit Trump, në video, i cili e konfirmoi të paktën në konferencën që ata bën me zotin Rama, pikërisht Tiranën si vendi pritës pavarësisht datës që ende ngrihet për të caktuar. Pra nëse Tirana do arrijë të mbajë samitin e NATO-s, pra në një vit zgjedhor, gati në një kohë me zgjedhjet lokale, kjo do ishte një fitore gjeopolitike e jashtëzakonshme e zotit Rama. Kështu që pra ngret e thash për të konfirmuar kjo fakti që do vi presionin në jashtë në rritje apo do vi në ulje. Domethënë është thjesht dy gjëra shumë shkurt për samitin e NATO-s. Në fund të çdo samiti që mbahet, del një komunikat zyrtare dhe në fund thuhet e njëjta që ka ndodhur 21, 22, 23, 24, 25, 26 nuk ndodhi. Thuhet takohemi me pak fjalë vitin tjetër në këtë vend specifik. Nuk ndodhi këtë vit. Pse 2026 ishte përjashtim? Ndoshta për shkak të zotit Trump që skeptik mbi samitet e këtij lloji. Samitet nuk do t'i vënë ndrynin ata samiteve. Mund të thoshin pas 2 viteve kemi rënë dakord ta bëjmë mirë në 2 vite. Ose mund të thoshin që data ngelet për të përcaktuar, po do jetë Shqipëria. Mediat ndërkombëtare kanë raportuar që ka një kundërshti të fortë të administratës amerikane që samiti i ardhshëm të mbahet në Shqipëri. Pse? E para janë gjithë këto arsyet që unë listova, sepse nuk duhet të jesh gjeni që ti kuptosh këto sinjalet, sepse po e thon shumë shkojgjur. E thotë ngarkuara me punë, e thotë Departamenti i Shtetit, Shqipëria është një vend korridor i sigurt i trafikimit të kokainës dhe të heroinës. Qysh mund të bëhet samiti në Shqipëri pa u zgjidhur ky problem? Dhe pa u larguar personi që garanton këtë sistem. Dhe ato dronët që do prodhoj kompania shtetërore Kajo nuk do na vlen domethënë? Kjo është lajmi. Mos i futemi Kajos pastaj që ka probleme jashtëzakonisht shumë të mëdha. Atje po kjo është histori më vete, do duhet të vi një herë tjetër për të sqaruar çështjen e Kajos. Ndaj ky është elementi i parë. Elementi i dytë është që Shqipëria
dhe opozita e ka ngritur në komision parlamentar, Shqipëria ka gënyer NATO-n për sa i përket përqindjes prodhimit brendshëm bruto që i kushtohet mbrojtjes. Sepse ka thënë që ne jemi mbi 2%, është çështje tjetër pastaj që ata kanë vendosur, NATO ka vendosur që duhet 5%, ne akoma jemi tek asnjë vendi NATO nuk ka 5%. E ka Polonia në mos gaboj 3.6% është për këto shpenzimet bazë, po themi. Jo, është e përgjithshme sepse ndajnë 1.5%, po objektivisht 5%, 1.5% është ndërlidhje. 1.5 është. Po dhe nuk e librazhi tani është futur $6 milion kam përshtyp euro i librazhit është futur si pjesë e NATO, si korridori. Këtë do them. Po Polonia është diku te 4 në mos gaboj, duhet ta verifikoj këtë gjë, ndërsa Shqipëria është akoma jemi tek 2-shi zyrtarisht dhe siç raportojnë mediat ndërkombëtare, Shqipëria ka gënyer edhe për 2% dhe sërish kjo është e verifikueshme shumë lehtë sepse mjafton të kërkohet online dhe media holandeze, media të tjera të vendeve të Bashkimit Evropian ngrenë këtë shqetësim. Pse si ka ndodhur ky, po themi në thonjza mashtrim. Në shpenzimet për mbrojtjen futen dhe shpenzime të tjera të cilat nuk i përkasin mbrojtjes. Kanë futur nga emergjenca civile tek shpenzime të tjera, aty tek sigurime shëndetësore, se që janë calia. Emergjencat civile kaluan në një ministrin tjetër, pra zyrtarisht janë në rregull. Po, janë të klasifikuara tek mbrojtja. Po. I kaluan nga Ministria e Brendshme te Ministria e Brendshme. Dhe me të gjithë këto elemente të tjera që nuk kanë të bëjnë me mbrojtjen, ne shkojmë tek 2%. Në qoftë se heqim këto, jemi te 1.5%, 1.6%. Dhe Meloni urën që lidh Sicilinë me kontinentin tjetër, që ka një projekt i vjetë i Mussolinit e ka futur te 1.5% i ndërlidhjes, që është brenda 5% që do të arrisë objektivi Italia. Pra dhe shtetet të tjera kanë bërë këtë mekanizëm, nuk është vetëm Shqipëria. Nuk është tamam ashtu sepse nuk fusin këto, ka një përkufizim të qartë NATO se cilat zëra buxhetor, ka një përkufizim të qartë NATO, një herë tjetër ndoshta mund ta kërkoj dhe ta sjell, një përkufizim të qartë se cilat klasifikohen në zërat buxhetor si shpenzime për mbrojtjen. Dhe unë e kam parë vetë këtë sepse jam në parlament si këshilltar për sigurinë, dhe kur ishte buxheti e kam parë këtë çështje dhe kemi ngritur atëre si shqetësim që ka shumë zëra buxhetor të klasifikuar si të mbrojtjes, por në fakt nuk kanë lidhje me mbrojtjen. Dhe tash kur e kemi kuptuar ne këtu, imagjinoni ata të zotrinjt atje që merren me këtë punë, me këto auditime e kështu me radhë. Tu rikthyer semi dhe në limitet asaj që ishte elefanti në dhomë apo pyetja kryesore, si do arri Partia Demokratike gjithë uragan pa kënaqësish popullore të grupeve të ndryshëm si kundër ju e thatë ta përkthej në kapital elektoral, se po se bëri Partia Demokratike si forca kryesore e opozitës, kush tjetër do ta bëj? Apo jo. Pra si do arrit të unifikojë aktorët e faktorët, duke filluar fillimisht me partitë opozitare parlamentare, flasim Shqipëria bëhet, mundësia, lëvizja bashkë, ndoshta jo se ideologjikisht është në vete, por mandej dhe partitë dhe grupimet e tjera shoqërore. Ka përpjekje për ta bërë këtë, pa diskutim, kanë filluar që më përpara dhe nga faktorë të tjerë dhe të shoqërisë civile, apo faktorë të tjerë opozitarë, zoti Asimja me forumin që ka ngritur së bashku me intelektualë të tjerë të nderuar, dhe ka bërë bashkë pjesën më të madhe të partive opozitare, kam përshtypjen vetëm një parti parlamentare opozitare, aspekti i qendrës djathtë nuk është pjesë e kësaj tryeze, pjesa tjetër është e bashkuar, kanë rënë dakord këto parti për një propozim për sistemin zgjedhor, siç e thash më herët, proporcional kombëtar me lista të hapura, që është dhe një kërkesë e pjesës më të madhe të themi me një pra 4%, që është një kërkesë e një pjesë të konsiderueshme të shoqërisë shqiptare. Po unë sërish i rikthem asaj që thash më herët. Nuk jemi në pikën sot që do shkojmë në zgjedhje nesër. Sot jemi në pikën që përtej dallimeve që ne kemi me njëri tjetrin, dhe unë përfitoj nga rasti për ta bërë dhe si thirrje këtë, ne do duhet të bashkohemi me këtë qëllim që kemi, që është largimi i kësaj qeverie që është antishqiptare. Sepse një qeveri që dëbon mbi 40% të popullsisë së vet nuk mund të quhet ndryshe veçse antishqiptare. Ka një element që duhet ta merrni në konsiderat. Elementi që duhet të merrni në konsiderat është që është një makineri elektorale e cila funksionon gjatë gjithë kohës, patjetër, po Partia Demokratike nuk prisni 6 muajt e fundit për ty në zgjedhje lokale. Absolutisht jo, unë nuk thash këtë. Unë e kisha tek bashkimi në një front elektoral. Sot jemi tek bashkimi në një front patriotik për të larguar këtë qeveri, siç e thash, antishqiptare, për të shkuar drejt një qeverie kujdestare që të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, për të garuar
me një farë seti rregullash loje që të jenë sa ngjasa që zoti Rama ta pranoj këtë, se zoti Rama s'po pranon, nuk po pranon mandatin e zonjës Balloku, nuk pranon. Zoti Rama këtë pranon nëse rritet presioni, e thash, presioni i brendshëm, presioni i jashtëm. Dhe natyrisht ky presion do duhet jetë dhe mbi elementet e drejtësisë së re që do duhet të bëjnë punën e tyre. Pra do duhet jetë një presion i gjithanshëm që vjen. Unë e thash dhe e ripërsëris sepse është shumë e rëndësishme. Do duhet jenë gjithë elementet e shoqërisë. Fakti që ju e keni anatemuar drejtsinë e re shpeshherë. Ne kemi anatemuar ato segmente të cilat janë për tu anatemuar. Spakun ju e quani skap, fjala bie. Nuk është tamam kështu, janë ngritur shqetësime dhe nga kryetari i Partisë Demokratike dhe nga elementet tjera për drejtuesin e kaluar të Spakut, për elemente të ndryshme brenda Spakut, sepse ne nëse kemi informacione për individ të caktuar dhe mbyllim gojën, jeni të kënaqur me drejtimin aktual të Spakut? Nuk do ishim duke bërë detyrë. Jo, do duhet të bëj shumë më shumë, por do duhet dhe ne si shoqëri të rrisim presionin ndaj këtyre organeve të reja të drejtësisë, që të bëjnë punën e tyre, mos të merren të persekutojnë liderin e opozitës apo liderët e opozitës në një vit zgjedhor dhe mos të merren me krimin e organizuar, me kartelet e drogës apo me financimet e paligjshme që mund të bëhen këtu. Po ky është njëri segment i punës tonë. Pra, bashkimi në shesh, një të gjithëve përtej dallimeve që ne kemi. Tjetri është puna jonë në terren si parti politike që ne jemi duke e bërë, janë deputetët, janë anëtarët e kryesisë, janë të gjithë struktura drejtuese të Partisë Demokratike, është baza e Partisë Demokratike që nuk rresh së punuari. Janë ditë për ditë në punë të gjithë anëtarët e Partisë Demokratike për të qenë sa më afër qytetarit shqiptar, për të parandaluar ose për të mos ta lënë qytetarin vetëm përballë presionit të madh të kësaj makinerie, siç e thatë ju, të patronazhistëve e kështu me radhë. Është ripërtëritja që po bën Partia Demokratike brenda strukturave të saj, pra Partia Demokratike është në një betejë shumë planshe. Ne nuk zgjedhim një betejë dhe lëm këto të tjera. Unë kur them që ne jemi në një front patriotik në shesh, nuk do të thotë që ne kemi lënë këto elementet e tjerë pa adresuar. Tani me që dolët shteg, dhe kjo është pyetja e fundit fakt për shkak të kohës televizive. Pikërisht disa në elementet që kanë çeduar te Partia Demokratike në raport me Partinë Socialiste, për shkak që nga më ndryshme historike të tjera, janë strukturat organizative. Fjala bie, për Partia Socialiste ka struktura masovike, organizative, të ndihmuar dhe nga fakti që janë në pushtet prej 4 mandatesh, edhe nga ushtria patronazhistëve dhe nga administrata publike, të gjitha këto që ne i përmendëm. Ndërkohë Partia Demokratike e para nuk i ka disa nga këto element për arsye historike, disa nuk i ka se është jashtë pushtetit prej 4 mandatesh. Si do arriti ka përcej këto handikape Partia Demokratike? Është kjo ripërtërirje që ka shpallur Partia Demokratike, a jep një kump shpresdhënës për pjesën më të madhe, flasin për elektoratin ngri, jo për militantët e Partisë Demokratike, për të mundësuar tranzicionin apo më saktë rotacionin politik. Pa diskutim. Unë kam këtë bindje që është një trekëndësh i cili do duhet forcohet në veprimtarinë e çdo partie politike, po për mua ka rëndësi Partia Demokratike, domethënë, që është puna në terren, që është e pasvendësueshme. Ne e kemi thënë dhe në kuvendin kombëtar të para pak javëve, po edhe vazhdimisht, që në qendër të veprimtarisë Partisë Demokratike është militanti, është seksioni. Pra ai grupimi i njerëzve më i vogël në bazë, të cilët punojnë për ditë pa u lodhur, duke sakrifikuar, duke mbajtur dhe gjithë presionin mbi sy. Ato vote keni pasur zoti Keti, por si të meni votën ngri, votën e lëkundër. Po të ndiqnin logjikën, unë do shkoj aty, po do duhet kuptuar si funksionon, se unë mund ta them, ne do luftojmë për të marrë votën ngri, nuk thot asgjë. Unë po ju them si do shkojmë tek vota ngri. Kush është ndryshimi në vizionin ton për të vajtur tek vota ngri, në punën ton organizative, ideore, të alternativës e kështu me radhë. Baza është aty, është seksioni, është i atyre njerëzve, burra dhe grave të nderuar që punojnë pa u lodhur, duke sakrifikuar, pa kërkuar gjë në këmbim dhe bëjnë një detyrë patriotike në fund të fundit. Ne kemi rikthyer fokusin këtu te kjo bërtham për të forcuar atë, nëse është bërthama e fortë, më pas të gjithë shtresat e tjera që ne i shtojmë forcohen. Ndaj fokusi është aty. Pse e përmenda që parë se është shumë e rëndësishme. Ne nuk mund ta lëmë qytetarin shqiptar vetëm përballë presionit patronazhist, përballë presionit të gjithë kësaj makinerie të madhe. Është
kjo bërtham që është në krah të qytetarit shqiptar, që kur qytetari shqiptar ka një problem të di ku të shkojë. Dhe nëse ne forcojmë këtë bërtham, nëse shtojmë njerëzit aty, nëse puna bëhet aty, qytetari shqiptar nuk është më vetëm. Dhe patronazhisti stepet. Kështu që neve e kemi rikthyer fokusin pikërisht për të bërë këtë lidhje me qytetarin shqiptar. Më pas është grup seksioni, më pas janë elementet e tjera të degës, në çdo bashki e kështu me radhë. Pra, ne kemi nisur nga baza forcimin, kjo gjë po ndodh aktualisht, dhe kjo gjë organizative është duke u bërë paralelisht me krijimin e këtij ekipi të ri që ka ndodhur në javët e fundit, me shpalosjen e një vizioni që ne kemi pas dhe në zgjedhjet e kaluara, por e thënë së bashku me këtë ekipin e ri dhe me punën në terren krijon këtë trekëndçin që do duhet forcuar në mënyrë që të shkojmë te elementi më i rëndësishëm që është fryma, që është manifesti. Po kjo e ngre frymën. Nëse është për aromë atë që është jo, absolutisht. Po ky trekëndësh ngre frymën. Nëse qytetari shqiptar shikon që ti je në terren, bën punën, je në krah të qytetarit, më pas një manifest politik. Më pas këtë e bën, e përforcon një ekip që ka ndodhur në këto ditë, ripërtëritja që tham, krijimi një kryesie të re, leadership i ri i Partisë Demokratike etj. Me radhë, që është elementi i dytë, dhe elementi i tretë që është alternativa, programi, idetë tona. Unë e them shpesh sepse mendoj që është e rëndësishme, ne nuk kemi një program për 4 vite apo për 8 vite siç janë mandatet qeverisë. Ne kemi një vizion për shekullin shqiptar, për ta bërë këtë shekull, shekullin e një Shqipërie të fortë, që është një bazë e fortë për gjithë elementin shqiptar në rajon, me një vizion që vë në fokus qytetarin shqiptar, familjen shqiptare, mundësi të barabarta për të gjithë, që kush është mizoti të eci më përpara me taksa të ulta, me një mjedis, me një klim biznesi të favorshme për të gjithë që krijon mundësi për të gjithë, dhe kjo bëhet me politikat e djathta që kanë funksionuar në çdo vend të botës dhe pa diskutim që funksionojnë edhe këtu, se ne nuk ka pse të jemi ndryshe, me një shëndetësi dinjitoze, me një arsim dinjitoz që prodhon një kom patriotik të edukuar, me kërkim të vërtet shkencor, me të gjithë elementet e edukimit që është shkatruar këto vite dhe ndoshta do kemi raste të tjera të diskutojmë, dhe për të krijuar këtë shekullin shqiptar, dhe unë jam shumë optimist që ne do t'i arrijmë me të gjithë këto elemente që unë përmenda. Faleminderit Nikola Kelly. Faleminderit ju. Njëkohësisht dhe në kryetari i ri, njëna në kryetarët e rinj të Partisë Demokratike, duke përfaqësuar të zëri rinor të kësaj force politike. Ishte një bisedë interesante në lidhje me sfidat politike Partisë Demokratike, por edhe të politikës shqiptare në përgjithësi, si e sheh Partia Demokratike vetë zoti Kelly trajektoren në optikën e tij rëndëse të qeverisë Rama, duke përballur me presionin e brendshëm dhe të jashtëm njëkohësisht, dhe duke folur dhe mbi sfidat e vitit të ardhshëm për Partinë Demokratike dhe opozitën shqiptare në përgjithësi. Miru takofshim puntatën e radhës, Kaunili Kale.